Ky parlament dhe Kosova nuk është lodër fëmijësh. Çfarë është kërkuar nga ne është nënshtrim ndaj vullnetit politik të zotit Kurti. Ne nuk mund të propozojmë një emër vetëm sa për të marrë pjesë. Dhe ditët si kjo sot na peshojnë edhe më rënd mbi supe. Do të duaj së paku të na peshonte edhe më rënd mbi supe ndjenja e përgjegjësisë. Ky parlament dhe Kosova nuk është lodër fëmijësh, është ndërtuar me gjak, me mund, me sakrificë. Dhe ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi bërë pjesën tonë të punës. Jemi përgjigjur pozitivisht kërkesave për takim. Jemi munduar që të ofrojmë zgjidhje. Mirëpo, çfarë është kërkuar nga ne është nënshtrim ndaj vullnetit politik të zotit Kurti. Zoti Kurti ka fituar 50% të votave dhe për atë arsye qeverisi vetëm në udhëheq kuvendin. Mirëpo presidenti i Republikës duhet të jetë një grua apo burr që përfaqëson unitetin qytetar dhe mbi të gjitha i cili apo e cila do të ishte gardiane e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pas kësaj situate, a do të delni me ndonjë emër apo të marrni pjesë seancën e sotme? Ne nuk mund të propozojmë një emër vetëm sa për të marrë pjesë dhe sa për t'i ofruar dhe siguruar forumin zotit Albin Kurti. Ne kemi qenë të qartë. Ne kërkojmë që presidenti i ardhshëm të jetë produkt i një procesi politik, i dialogut dhe marrëveshjeve. Do shndrojnë sot në momentin e votimit të presidentit? Jo imponimit, kemi bërë të qartë, po besoj tash e shumë kohë. Kosova ka nevojë për institucione, Kosova ka nevojë për stabilitet dhe është në dorën e zotit Kurti që të reflektoj. Imagjinojeni tash e sa muaj ne vim këtu, flasim për poste, për emrat përveçëm, kush do të jetë kryetar, kush do të jetë president. E në fakt, ne do duhet të ishim këtu për të shkarkuar bordin e zërës, do duhet të ishim këtu për të folur për brengat dhe hallet e qytetarëve të Kosovës, e jo për egot e pushtetarëve.